Pas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, procesi i numërimit votave në Parkun Olimpik është zhbllokuar. Zarfet nga Greqia janë lënë më një anë deri në një vendimarrje të dytë, ndërkohë që është hapur kutia e parë me votat e diasporës. Kutia e parë e numëruar i përket qarkut të Kukësit dhe aty prin bindshëm Partia Demokratike me 196 vota. Koalicioni i djathtë Alianca për Shqipërinë Madhështore ka marrë 144 vota më shumë se Partia Socialiste, e cila nga kutia e parë e diasporës për Kukësin ka 52 vota. Qarku Kukës ka në total 12 kuti me 2896 flet votimi të votuesve nga jashtë vendit. Kutia e parë e Kukësit me votat e diasporës me 261 në total është si më poshtë vijon. Partia Demokratike 196 vota, Partia Socialiste 52 vota, Partia Social-Demokrate 2 vota, Partia Mundësia 2 vota, Nisma Shqipëria bëhet 7 vota, Koalicioni Euroatlantik 1 vot dhe 1 vot rezulton e pavlefshme.